realisht erë dita që thash du me e bo. Nështë atëherë nuk kom pas mundësi, po qëfar du me realizu si gjallë jetën teme. Edhe e bona, Algerti është konë, I nisi, jena konë të nejtë të bo lafë në kafe kështu edhe pse s'po merë pjesë. Aty thash, okej, thash, pse jo t'hina punës, mas shumë tentativave për me kriju diçka, gjatë që e kom lodhë dhe Kejdin me një 5-6 kongë derisa kena rënë gjatë që duhet, po që dul nice, është një kongë që realisht e ndjej shumë, është kongë shumë e bukur, është kongë stil ma shumë amerikan. Por, a do të vazhdoj ai të merret me prodhimin e këngëve të reja? Po patjetër. Për sa kohë kam mundësi, e unë këto po e bëj për qef. Edhe pse jo, po mendoj që brenda një viti e gjys, nështë me arë me një IP, me një 4-5 kongë, për qefin ta. A I konsideron se muzika live është një prej pikave më të forta të këngëtarit, por kush për të është një prej zërave më të mirë në Shqiptari? Po e ceki një që gjithmonë e kom cek, ndër zonat më të bukur e ma që mu me thonë shqiptar, kosovar, e rreth rrotull është Enis Neziri, që me të vërtet është një vokal I frikshëm I bukur. Edhe kënon, I duhet vish një mikrofon atij personi edhe ajo të kënon, ajo e jep maksimumin edhe. Edhe pas një bashkëpunim besoj. Me muzikë nuk e besoj, po I kena do bashkëpunime me drejtimin tjetër temin me Enisin. Emanueli prek disa detaje edhe nga jeta private, duke thënë që nëse do të menaxhosh kohën edhe ja del. Por si qëndron ai në raport me privatësinë? Emanueli nuk është për momentin lidhje. E kam pas një lidhje shumë gjatë, po që kam mbaru. Për momentin nuk jam, për momentin jam të fokusu shumë në do gjana pak ma të rëndësishme për mendimin tem, jam hala I ri. Edhe kako. I vjen dita kur bën bam. To për mendimin tem janë lidhje të shpejta, lidhje që ti lidhesh, I bën gjanat mediatike, lidhesh me një person pa njoft. Për mendimin tem ti duhesh minimum 1-2 vjeç të mirë me pas me një person që ti mja kuptu botën edhe me dita është që ky personi duhen që ti duhesh me vazhdu përpara. Gjithmonë për mendimin tem. Për fund, a I ka uruar të gjithë për festat e fundvitit, duke shpresuar që viti që po vjen do t'jetë akoma më I mirë se ky, që edhe pak ditë do ta lëm pas.